Vjosa Osmani është kthyer në shtëpinë e saj. Edhe unë jam kthyer në shtëpinë time. Ka tash një lloj platforme të re në të cilën ju jeni antarësu dhe jeni inkuadru. Duket që prap me që e fillu me këto lloj gjykimet edhe linçet edhe ekspozimin politik në cilin ju jeni tashmë, ka një lloj le ta themi agravimi, tensioni, kjo manifestohet në forma të ndryshme, u manifestu tashmë në forma edhe ma brutale mes kampeve edhe përplasjeve kështu partijake dhe individëve të saj. Po a ka që me përmbyll nështë me emrin e emisionit një shteg që na synojmë jo specifikisht dhe veçantisht si politikan me gjetë, po dhe si shoqni dhe mbrenda kësaj duket edhe që përbashkimi i Vjosa Osmanit me Lumir Abdigjikun, platformës së re, ka hasë në një lloj agresiviteti, domethënë edhe që dihet për shkak të përplasjes politike që krijon me lëvizjen vetëvendose, edhe nuk duket fakt nëse s'po di jam shumë pesimist, nuk duket që çështja e presidentit zgjidhet edhe pas këtyre zgjedhjeve. Nuk di është përshtypja juaj kjo. Tani ne jemi në një bashkëpunim të ngushtë dhe të sinqertë, domethënë me të gjithë Lidhjen Demokratike të Kosovës, me të gjithë subjektin politik. Vjosa Osmani është kthyer në shtëpinë e saj. Edhe unë jam kthyer në shtëpinë time, sepse u tregova që kam qenë pjesë e Lidhjes Demokratike para shumë vitesh. Ka pas gjatë viteve, periudhave të ndryshme, përplasje, probleme brenda partisë që ndoshta edhe nuk janë te i kalu. Për shembull, Vjosa është përjashtuar në një periudhë nga partia, ashtu siç unë jam përjashtuar nga partia, domethënë pastaj me ambicjen edhe kontributin e saj politik, mirë që ka vazhdu dhe më tutje, është bërë presidente, ka përfaqësu vendin në mënyrë dinjitoze, tash është kthy. Ku do të kthehej Vjosa Osmani përpas në shtëpinë e saj në Lidhjen Demokratike? Dhe unë mendoj që është bërë shumë mirë që është kthyer. Pikrisht aty ku edhe është ndërtuesi si politikane, sepse nuk përkon me një logjik tjetër, edhe me një qasje tjetër politike, siç është për shembull e Majta në këtë rast lëvizja vetëvendosje, dhe energjia dhe fokusi i saj është domethënë që ta arrisë besimin qytetar aty ku do duhet, ajo ta arrisë besimin qytetar dhe jemi në çdo ditë në takime me qytetar, është e vërejt një entuziazëm, një energji e mirë e qytetarëve, nuk është e lehtë për shkak të propagandës së sofistikuar që po e bën oponenti ynë politik. Mirë po, kam besim plot që qytetarët tashmë do të gjykojnë ftoftë edhe drejt, sepse mbi të gjitha unë besoj shumë që ne jemi ende populli që e ruajmë familjen, e ruajmë figurën e gruas, dhe gjitha këto linçime, propaganda do të marrin si çmim atë ndëshkimin që do t'ja jap qytetari. Kam besim plot që edhe kryetari i Lidhjes Demokratike Lumiri është duke absorbuar energjinë e Vjosa Osmanit, edhe Vjosa Osmani energjinë e gjithë strukturës së Lidhjes Demokratike të Kosovës, dhe është ndezë një motor, muj me qujt, që po e ndihmon shumë organizimin e mbrëmshëm, pastaj takimet me qytetarët, strukturat. Kam besim plot që do ta kemi edhe një votues i cili ka qenë i fjetur në këto periudhat e fundit, e që ka qenë historikisht votuesi i Lidhjes Demokratike të Kosovës, por unë kam besim plot që dhe votuesi i sinqert edhe rrugovjan i cili ka qenë i shgënjur me Lidhjen Demokratike ndoshta në një periudhë caktuar dhe është kthyer nga partia Guxo edhe Vjosa Osmani, por rikthehet komplet në Lidhjen Demokratike dhe në bashkimin me Vjosa Osmanin, dhe kështu që ne kemi një grup të deputetëve tanë që jemi bashku, janë afër 20, domethënë që secili është më i mirë se tjetri, secili ka një bagazh profesional e intelektual që mund të kontribojë, janë një numër i tyre edhe doktor shkence. Domethënë është shumë e rëndësishme që janë individ të cilët kanë ndërtuar vetveten e tyre jashta politikës dhe janë bashku politikës për të dhënë kontribut. Nuk është e lehtë, mirë po këta njerëz mendoj që janë vlerë, sepse kanë marrë guximin që të ballafaqohen me gjithë këtë situatë jo dhe të lehtë që po ndodh,
me linqime, propagandime, ofendime të rënda, edhe në familje, edhe në prindër në varre, edhe do me thonë është edhe në nivelin e moralit të gruas, të shkohet do me thonë deri në atë nivel, që të ballafaqohen me gjitha vetëm e vetëm që ti tregojnë qytetarit Republikës Kosovës që në këtë vend ka njerëz të ndërgjegjshëm, me integritet, të cilët nuk janë tuf ose turm, por kanë personalitet, kanë integritet, dinjitetin e tyre dhe nuk mund t'i thonë të zezës të bardhë kur është e zezë. Dhe vetëm këta njerëz arrin të ndihmojnë në ndryshime dhe në prosperitet të vendit. Vetëm këta njerëz, jo ata të cilët i thuaj kësaj e bardhë, e thot e bardhë, thuaj kësaj e zezë, e thot e zezë. Aty uji rrin në vend, nuk ka ndryshime, lëvizje. Kështu që unë dua të besoj që qytetarët e kanë mundësinë, e kanë një platformë, një program të shmë që ne vetëm e kemi përgatitur që do t'ja prezantojmë qytetarëve. Jam duke dhënë edhe unë kontribut në programin që është duke u përgatitur për zgjedhjet e 7 qershorit dhe që mendoj që është program i vërteti për Republikën e Kosovës, më i besueshmi dhe që kemi bindje të plotë që do t'jetë programi i cili do të ndërtoj edhe institucionet qëndrueshme, por edhe të njëjtën kohë do të kemi projekte madhore, projekte të rëndësisë së veçantë që janë shumë të rëndësishme për qytetarët e vendit. Do të ketë një stabilitet. Në të kundërtën, siç edhe janë paralajmëruar gjërat nga oponentët politik, ka një tendencë domethënë që vendi të shkohet sërish në zgjedhje pas zgjedhje, ose ne do t'i fitojmë gjitha, ose ndryshe s'ban. Dhe tjetra çka më duket që nuk është edhe shumë e ndershme, sepse edhe në politik duhet të ekzistojë një moral politik, është që kanë filluar disa sulme ndaj Vjosa Osmanit, figurës së Vjosa Osmanit, edhe nga parti tjera politike, ose sipas bindjeve të mia dhe analizës time, të inicuara nga parti tjera, tek disa individ të partive tjera për ta dëmtuar Vjosa Osmanin. Kështu që nuk ka opozita në një anë dhe vetëvendosje në anën tjetër. Nuk ka kështu. Ka sulme të shumanshme. Ka sulme të shumanshme dhe tani nuk ka më opozitë. Të gjithë po luftojmë për të qenë, domethënë ata që do ta kemi mundësinë ta udhëheqim vendin në 4 vitet e ardhshme. Unë po shpresoj profesoresh në fakt kjo situatë të kalohet duke i thirrë mendjes dhe arsyes edhe politikantë, kasta politikanëve në përgjithësi dhe mos të shkojmë në drejtimin që prodhohen krizat një pasnjëshme, por shpresoj që dhe kontributi e roli juaj aty ka me qenë i tillë një lloj kompromisi e konsenzusi që duhet me mbrije dhe partitë politike, mandej kjo manifestohet në shoqëri. Kishim diskutuar shumë më gjatë, po na përfundoi koha edhe jam shumë falenderues që keni gjetë kohën me ardhur në emision sot në shteg me Dibranin. Edhe shpresoj që kemi mundësi me diskutu herave tjera më gjatë. Faleminderit shumë Dibran, unë du të them vetëm edhe një gjë të fundit. Nuk do doja kurrë që të mbahem mend si politikane që kam bërë zhurmë, por si politikane që kam lënë gjurmë me veprat edhe kontributin tim politik. Dhe në të njëjtën kohë unë mendoj që politika kalon, por mbeten veprat në CV dhe biografin tënde, ato të cilat të bëjnë të ndihesh krenar ose jo krenar me punën që ke bërë. Secilin nga ne që jemi në politikë, qofshin edhe këta lider politik, duhet ta mendojnë se çfarë po lën pas, çfarë trashëgimie po lën pas dhe çfarë i kanë dhënë këtij vendi. Edhe ku e kanë drejtuar në orientim të shkafit e kanë orientuar vendin. Kam qenë gjithmonë idhëtare e unitetit politik, sidomos momente të caktuara. Dhe do të vazhdoj të thras për unitet politik, për bashkëpunim dhe për shtetformim ashtu siç na kanë mësuar në të kaluarën.